Sa jeni të kënaqur me marrjen e termineve tek mjeku në Gjermani? Nuk e di si do të përgjigjeni sakt, por goxha fort jam i bindur se shumë për jush nuk jeni të kënaqur dhe të përgjigjeni negativisht dhe atë ju them të drejtë me plot të drejtë. Kështu thuhet edhe në të dhënat e fundit të publikuara sot me 4 shkurt 2026. E më së shumti probleme kanë natyrisht personat me sigurime shtetërore apo sigurime ligjore, sepse personat me sigurime private marrin termine shumë më shpejt që ka lidhje natyrisht edhe me pagesat. Por të shohim rezultatet e fundit. Ministria Federale e Shëndetësisë thot se koha mesatare e pritjes për një termin të mjeku në vitin 2024 për pacientët me sigurime të shtetit është fjala pra, apo sigurime ligjore quajeni si të doni, është plot 42 ditë. Sa për krahasim, në vitin 2019 është pritur një termin mesatarisht diku rreth 33 ditë, që me siguri është shumë, por brenda 5 vitesh është rritur mesatarja e pritjes së termineve për plot 9 ditë. Për vitin e kaluar 2025 akoma nuk ka të dhëna të plota, por përshtypja ime personale është që gjendja nuk është përmirësuar, të mos përmend ndonjë fjalë tjetër më të keqe. Por të kuptohemi, këtu bëhet fjalë pra për termine tek mjekët specialist, sepse tek mjeku familjar gjendja është më e mirë natyrisht. Të paktën kështu thuhet në të dhënat e fundit. Njëkohësisht janë rritur edhe çmimet e disa siguracioneve që natyrisht ka shkaktuar zemrim tek pacientët. Qeveria ka paralajmëruar disa reforma, disa herë, por ndonjë përmirësim të dukshëm akoma nuk mund të vërejmë. Sidoqoftë, sipas Ministrisë Federale të Shëndetësisë, siguracionet kanë shtuar dukshëm pagesat për trajtime tek specialistët, por deri tani nuk po vërehet ndonjë përmirësim, të paktën sa i përket pra trajtimit më të shpejt të pacientëve. Po jo, miq të dashur, çfarë mendoni për pritjet, por edhe për shërbimet tek mjekët? Cilat janë përvojat tuaja të fundit? Nëse doni, mund të më shkruani këtu në video dhe mund të komentojmë së bashku. Dhe mos harroni të abonoheni në kanalet e mia, sepse kështu ju vijnë informacionet në kohën reale. Dhe ta shpërndani edhe këtë video, besoj që ka dhe të tjerë që janë të interesuar për këtë temë. Faleminderit dhe mirupafshim së shpejti.